Më datën 15, mu në vendin ku jemi sonte këtu në Gostivar, ka ndodhur një ngjarje e rëndë, ku 4 policë kanë dhunuar një 19 vjeçar, nga ajo që edhe që shihet në raportin mjekësor ku në Spitalin Klinik të Tetovës, mu në datën 15 është pranuar ai me lëndime goditje në kokë, goditje në krahëror, goditje në regionin e barkut, të shpjeguara dhe i është dhënë terapia. Si ndodhi rasti? Pra, ti erdhe këtu me vetur në ora 4:20. Ora ishte 4:20 dhe sa po mi lëshuan rotacionet, unë ndalova dhe dola nga vetura, nuk më lanë të flas, direkt polici në fjalë më goditi. Pastaj filloi edhe kolega i tij të më godas, ishin dy policët tjerë nuk ndihmuan fare, por shikonin sikur të ishte një film. Dhe ato më goditën në zonën e bubrekave, me kokë, pastaj pasi më goditën një herë pas 5 minutave, më goditën përsëri, por nuk besoj se kanë të drejtë ta bëjnë atë gjë, sepse unë jam thjesht një 19 vjeçar i cili nuk mund që kundërvijem policëve me uniformë, sepse kam respekt për uniformën e tyre. Nga që ti e lajmëruar dhe në polici se me datën 15 në ora 4:20 ke pas sjellje agresive ndaj policëve dhe ja arrestuar kur pas je liruar me procedurë të rregullt. Policët në raportin të cilën ata vetë kanë shkruar thonë se ky 19 vjeçar Erion Shahini është sjell në mënyrë agresive ndaj tyre, ndërsa ato në raportin i cili është nga Spitali Klinik i Tetovës e kanë goditur në disa pjesë të trupit dhe ai është lëshuar në terapi. Tani, policia nuk ka në asnjë moment të drejtë të kundërvihet me forcë më tepër se sa për të neutralizuar, e veçanërisht një 19 vjeçar i cili ka qenë i vetëm në vetur në orët e para të mëngjesit. Po ashtu tani kam ende dhimbje dhe për shkakun e atyre unë përfundova në sallë operacioni, e cila operacioni zjashte gjysë ore, nga shkaku atyre zjati 1 orë gjysë. Pra ti ke marrë lëndime? Po, kisha lëndime të rënda, mund të pyesjom edhe doktorin, sepse këtu kemi ardhur me fakte, më goditën pa faj. Policia në asnjë moment nuk guxon të jetë frika e qytetarëve, duhet të jetë vetëm mbrojtja e tyre, si në këtë rast në Gostivar, ku policët kanë përdorur forcë policore për një 19 vjeçar i cili dhe në raporti që shkruan policia, ata nuk kanë raport për lëndime trupore, ndërsa ky 19 vjeçar ka raport për lëndime trupore. Rastin e keni lajmëruar në kontroll të brendshëm polici? Po, e kemi lajmëruar dhe presim lajm sa më shpejt që është e mundur. Urojmë kontrolla e brendshme ta verifikojë situatën dhe të merr masa për të njëjtën.